A kombi a feja? A islami a shqiptaria? Jas në aspektin logjik nuk qëndron. Shembull, nëse ban krahasim veturat, cila veturë është më e mirë? A Mercedes, a BMW, a Ronaldo, a Messi? A bëhet krahasim tash a Mercedesi, a Ronaldo? A bëhet krahasim? S'bëhet krahasim. Pse? Valla, nëse flet për veturat, flasim tjetër temë. Nëse flet për futbollistat, flasim tjetër temë. A ka logjik me bë krahasim kryeministri i Kosovës me kryeministrin e Shqipërisë? Ka logjik. Ama nuk bëhet krahasim tash a kryeministri i Shqipërisë a një bokser. S'bëhet e krahasim. Pse? Ka lidhje kjo me këtë. Tash nëse do me bë krahasim me fen, atëherë mund thosh cila është feja më e vërtetë? A islami, krishterizmi? Kjo ka logjik. E mandej ne jemi në gjendje me ta vërtetu, me dëshmu Islami është feja e vetë me vërtet. Ama s'paku si pyetje, si krahasim, qëndron a islami a shqiptaria? Si me bo këtë krahasim tash? Duhet me marrë tash Zotin e Islamit, Zotin e Shqiptarisë, pejgamberin e Islamit, pejgamberin e Shqiptarisë, librin e shpallur të Islamit, librin e shpallur të Shqiptarisë, parimet, obligimet e Islamit, obligimet e Shqiptarisë. Edhe në fund, s'mundesh me bo krahasim. S'ka përgjigje kur pyetja është gabim. A kombi shqiptar, a kombi gjerman, turk, e kështu me radhë, atëherë mund ta diskutojmë ne, se jetu bë krahasim me gjërat njëjtit lloj. Por neve, çështja kryesore, qëllimi kryesor, pse kemi ardhur në dunja, është me njoft Allahun, me adhuru Allahun, me jetu sipas asaj që na urdhëron Allahu, me vdek me la ilaha illa. Kjo është e jona. Por neve si musliman, a mund krahasohet diçka a feja, a diçka tjetër? S'ka diçka tjetër. Qëllimi kryesor është feja. Në varë, familja, jo. Kombi, jo. Vendi, jo. Pasuria, jo. Çështja kryesore mbetet feja. Ma në rabbu, cili është Zoti. Ma dinu, cila është feja jo. Me nëbiju, cili është pejgamberit. Këto trija t'japin kuptimin e krejt jetës që ka kalu njeriu në dunja. Në fund, kjo e rumbullakson komplet. Cila është feja jote? Tash, ai i cili edhe në varë mendon me thonë që feja ima shqiptaria, mjeri ai i cili do të përgjigjet në varë, feja ima shqiptaria. E vetëmja fe e pranuar të Allahu Azza wa Jall është Islami. Që vlen në dunja, që vlen në ahiret. Allë që vlen të që. Amin. Këllon për fjallës, shumë ka përgjigje qasja juaj rrëth kësaj teme shqiptaria.